Një nga marrëdhëniet më të komentuara përveç asaj mes Eglit dhe Gjestit ka qenë edhe raporti mes këtij të fundit me Xhenetën. Edhe pse më herët Gjesti kishte deklaruar publikisht se nuk dëshironte asnjë kontakt me modelen, një veprim i fundit ka treguar diçka ndryshe. Në programin e diell në Top Channel, menaxheri VIP-ave Xhani Demika zbuloi se Gjesti dhe Xheneta janë përshëndetur në ambientet e televizionit. Takimi i tyre sipas tij ka qenë i rastësishëm dhe ndodhi në korridoret e Top Channel. Të dy janë parë duke buzëqeshur njëri tjetrit, ndërsa Gjesti ka treguar një sjellje më të hapur, duke u përgatitur për t'i folur Xhenetës. Megjithatë, sipas Xhanit, pavarësisht dëshirës së Gjestit për komunikim, Xheneta ka zgjedhur të largohet menjëherë pas një buzëqeshjeje të shkurtër. Xheneta dhe Gjesti janë parë sot, kanë qeshur me njëri tjetrin dhe janë larguar. Nuk e di arsyen pse nuk janë ballafaquar dhe pse nuk i kanë dhënë dorën njëri tjetrit. Me thënë të drejtën, buzëqeshje kishte, Gjesti u bë gati për të folur, por Xheneta i buzëqeshi dhe u largua, tha ai. Ky moment ka ngjallur sërish diskutime mbi marrëdhënien e tyre dhe nëse mes tyre ekziston ende një lloj ndjenje ose respekti të pashprehur.